Shtesa natyrore e popullsisë u përmirësua në tremujorin e tretë të vitit 2025, falë rënies së numrit të vdekjeve, por lindjet vijojnë të paksohen. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se Shqipëria po përballet me një rënje të vazhdueshme të lindjeve, e cila nuk kufizohet më vetëm në zonat e thella apo rurale, por po shtrihet në gjithë territorin. Në 9 mujorin e vitit 2025 kanë lindur gjithsej 16.052 foshnja, me një rënje prej 4.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Tirana mbetet qarku me numrin më të lartë të lindjeve, por ka shënuar një tkurrje të lehtë prej 2.2% në 9 mujorin e 2025, krahasuar me vitin 2024. Kjo rënje, ndonse më e moderuar se në pjesën tjetër të vendit, tregon ngadalësimin e ritmit të shtesës natyrore edhe në kryeqytet, që tradicionalisht ka qenë më tërheqës për familjet e reja për shkak të punësimit dhe shërbimeve. Kostoja e lartë e jetesës dhe mungesa e stabilitetit ekonomik po fillojnë të ndikojnë gjithnjëherë më shumë edhe te familjet urbane të Tiranës. Nga ana tjetër, Korça ka shënuar rënjen më të madhe të lindjeve në vend, me minus 16.8% në 9 mujorin e 2025. Ky rezultat lidhet me emigrimin e vazhdueshëm të të rinjve dhe me moshimin e popullsisë, çka ka sjellë një ulje strukturore të lindshmërisë. Elbasani dhe Fieri regjistrojnë gjithashtu rënje të ndjeshme, përkatësisht 6.3% dhe 6.7%. Në këto qarqe, dikur me bazë të gjërë industriale dhe bujqësore, shkaqet lidhen me vështirësitë ekonomike dhe mungesën e perspektivës për të rinjt, duke nxitur migrimin drejt Tiranës ose jashtë vendit. Ndërkohë Berati është ndër të paktët qarqe që ka shënuar një rritje të lehtë prej 1.8%, ndoshta si pasojë e rikthimit të disa familjeve nga emigracioni ose e politikave vendore për mbështetje sociale.